Protesta e opozitës vazhdon në sheshin Skënderbej, ku dhjetra qytetarë mblidhen me pankarta dhe flamuj, duke përsëritur thirrjet kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Si Rama jep dorëheqjen, Rama ik, ju erdhi fundi, revolucion, Shqipëri e re dhe Adheu është i yni. Nga bulevardi u kërkohet dorëheqja klasës politike, teksa kërkesat mbeten të njëjta. Një thirrje ju drejtua deputetëve të Partisë Socialiste. Është momenti që deputetët e Partisë Socialiste t'i thrasin mendjes. Është momenti të japin dorëheqjen. Hiqni mandatet, largoni. Për herë të parë dje nga sheshi pati një kërkesë konkrete për drejtimin e protestës. Të ftohen të gjithë akademikët që punojnë në përbot, nga Europa në Amerikë, janë rreth 250 akademikë, profesor, doktor shkencash. Ata vetëm mund ta ndryshojnë këtë vend, të fillojnë nga themeli. Nuk mund ta ndryshojnë një kastë e korruptuar. Dhe vetë ne kemi shumë probleme si popull. Ata vinë me kultura perëndimore, ata mund të përfaqësojnë denjësisht me botën qytetërore. Protestuesit shprehen të vendosur për të vijuar revoltat e tyre, ndërsa organizatorët deklarojnë se tubimi nuk do të ndalet. Sipas tyre, protesta do të vazhdojë çdo ditë deri në largimin e kryeministrit Edi Rama, duke e kthyer sheshin Skënderbej në pikën kryesore të grumbullimit dhe kundërshtimit qytetar.